Po filloj një me këtë Big Brotherin ton. Ka folur kësa radhe Valbona për marrëdhënien e saj me Jozin, e cila është komentuar shumë si brenda ashtu edhe jashtë shtëpisë. Çka ka Valbona me Jozin, ai njeh realisht nga jashtë dhe Valbona na sqaroi. Atëherë fillimisht tha se me Jozin një raporte shoqërore dhe gjatë mira edhe pas daljes. Këto nuk e marrë vesh se si vënë raportet të mira edhe pas daljes kur Jozi është akoma brenda, sërse kanë qenë të dy jashtë me pyetën kohë, po me sa duket, me mbakan raportet. Dhe sa për pjesën nga një Jozin, Valbona theksoi se ka gjithsej 4 vëllezër, 2 vëllezër biologjik dhe 2 të tjerë jo biologjik. Dhe Jozi që ka shok me këta vëllezër të jo biologjik. Okay. Në ndim të komunitetin, si që është i bore. Dhe base tha Jozi nuk e kujton, nuk e mban mend që është shok, po ai është shok, tha me 2 vëllezërit e saj. Kështu që i qëndroi deklaratës së parë që dha. Tani do pritet të dalë jashtë edhe Jozi dhe ta shohim me vazhdoi raporti shoqëror apo jo.